Zelenski gati për lëshime territoriale, pritet reagimi rus. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka sinjalizuar për herë të parë një gatishmëri reale për kompromise territoriale në kuadër të një marrëveshje paqe me Rusinë, duke deklaruar tashmë se topi është në fushën e Putinit. Kjo lëvizje vlerësohet nga CNN si një përpjekje për zëvendësuar përgjegjësinë politike tek Moska. Në një takim të hapur me gazetarët, Zelenski prezantoi një plan paqe me 20 pika, të cilin e quajti dokument themelor politik mes Ukrainës, SBA-s, Evropës dhe Rusisë. Ky plan është një version i shkurtuar i një drafti më parë me 28 pika të diskutuar nga amerikanët me Kremlinin. Zelenski pranoi mundësinë e tërheqjes së trupave ukrainase nga disa zona të Donetskut, por vetëm nëse Rusia bën tërheqje simetrike duke krijuar zona të çmilitarizuara përgjatë vijës së frontit. Ai përmendi qytete strategjike si Kramatorsk dhe Slovjansk, duke theksuar se çdo tërheqje duhet shoqërohet në distanca të barabarta sigurie nga ana ruse. Nga ana tjetër, Vladimir Putini ka kërkuar dozimin pothuajse të gjithë Donetskut, një kërkesë që Kievi konsideron të papranueshme pa garanci të forta sigurie. Plani i Zelenskit përfshin njohjen e sovranitetit të Ukrainës dhe një marrëveshje mos agresioni, garanci sigurie nga SBA, NATO dhe Evropa që do pasqyronin frymën e nenit 5 të NATO-s, përfshi reagim ushtarak dhe rikthim sanksionesh në rast agresionit të ri rus. Rimëkëmbje ekonomike përmes një fondi zhvillimi me humbje të vlerësuar rreth $800 miliardë, zgjedhje kompromisi për centralin bërthamor të Zaporizhas me menaxhim të përbashkët SBA-Ukrainë, tërheqjen e trupave ruse nga disa rajone kyçe të Ukrainës, një marrëveshje ligjërisht detyruese e monitoruar nga Këshilli i Paqes në drejtimin e Donald Trump, armëpushim të plotë sapo të arrihet marrëveshja. Zelenski hapi edhe mundësinë e një referendumi kombëtar për ratifikim të marrëveshjes, por vetëm pas një armëpushimi real. Ai theksoi se zgjedhjet nuk mund zhvillohen në ligjin ushtarak dhe se votimi në territoret e pushtuara nga Rusia nuk mund të jetë i lirë apo i drejtë. Administrata Trump po ndërmjetëson bisedimet përmes emisarëve të saj, ndërsa Moska ka konfirmuar kontaktet pa dhënë ende një përgjigje përfundimtare. Reagimi rus pritet të tregojë nëse kjo nismë shënon një hap real drejt paqes apo thjesht një pauzë taktike në luftën e Ukrainës.